210 bursa studimi me vlerë mujore sa paga minimale janë vënë në dispozicion të universiteteve për degët prioritare. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu gjatë një takimi me student përfitues të këtij programi në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Ministria Manastirliu theksoi vijimsinë e mbështetjes për degët që konsiderohen si me interes strategjik. Tashmë për vitin 2023-2024 janë bërë efektive 210 kuota apo bursa sa paga minimale që janë vënë në dispozicion universiteteve tona dhe pikërisht në degët e studimit, sikurse është inxhinieria agrare, inxhinieria pyjore, akuakultura, biomarina apo dhe degë të tjera të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimet sektoriale në tërësi. Bursa sa paga minimale do t'jepet prej muajit tetor, pra në momentin që ju keni filluar studimet tuaja, dhe gjithashtu do të vijojë për gjatë gjithë periudhës së studimit. Ministria tha se profesionistët e kualifikuar që do të dalin nga universitetet tona kanë një garanci më shumë për një punësim të sigurt nesër. Kjo marrëveshje që ju keni firmosur me Agjencinë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë është një garanci për një punësim të sigurt nesër. Dhe ne, edhe me modalitetet e reja që duam që të sjellim me instrumentin e përmirësuar në vitin e ardhshëm, të duam që edhe punësimin të mundet ta kanalizojmë në ato kritere të cilat të jenë më pas obliguese për strukturat veçanta të ekonomisë dhe institucione publike të cilët do të kenë mundësi që pas përfundimit të studimeve tuaja të mundet ju rekrutojnë. Ministria Manastirliu vuri theksin gjithashtu edhe tek rëndësia e programeve të përbashkëta dhe diplomave dy fishe të universiteteve tona me institucione të njohura ndërkombëtare, duke u siguruar studentëve një perspektivë globale dhe mundësi të mëdha për zhvillim profesional.